Territori i Kosovës për datën 19 prill 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me diell dhe vranësira të pakta në disa zona. Paraditja dhe pasditja do të jenë kryesisht me diell, ndërsa her pas here do të ketë kalime vranësirash. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:41 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 9 deri në 19 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 16 gradë Celsius, Skënderaj 8 deri në 18 gradë Celsius, Pej 8 deri në 18 gradë Celsius, Prishtinë 8 deri në 18 gradë Celsius, Gjakov 10 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 10 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 7 deri në 17 gradë Celsius, Ferizaj 7 deri në 18 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 16 gradë Celsius, Suharek 9 deri në 20 gradë Celsius, Prizren 8 deri në 18 gradë Celsius,